Aty në Kosovë, për shumë, ju mund të keni 7.000 haue, se hauet nuk marrin asnjëherë, perfekcion nuk ka. Po një gjë është e pranuar sot nga të gjithë që ju zgjedhjet i bëni model. Dhe ajo që po kërkojmë në Shqipëri është të kemi pushtete që rrjedhin nga vullneti i popullit, realisht nga vullneti i popullit. Pastaj, nëse njerëzit gjykojnë se duhet votojnë njërin apo tjetrin, kjo është çështje zgjedhje, ta gjykojnë si duan. Po ne nuk kemi zgjedhje në Shqipëri. Ne bëjmë fiktivitet, kemi votime, po jo zgjedhje. Kemi vetëm 1 minutë kohë, dua të pyes në fund fare, të ka shqetësuar, sepse në tërë botën ka protesta në fillim të këtij viti, madje ajo çështja kryesore në botë është tani edhe Venezuela, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo nuk je interesuar shumë me këtë çështje, pasi edhe krejët e lartë të qeverisë në Shqipëri kanë dhënë reagimet e tyre. Që ti çfarë mendon për këtë situatë? Në dijenin time, kryeministri i vendit nuk është shprehur akoma. Dhe kjo është një tregues i qartë, ky është një tregues i qartë i hallit që ka vetë. Unë jam kundër diktaturave kudo ato ndodhen në botë, sepse ata imponojnë dhunën ndaj shoqërive të tyre dhe ndaj shoqërive tona, se gjërat janë të lidhura. Kështu që e konsideroj aktin e Shteteve të Bashkuara si një akt të drejtë përballë një regjimi që pak muaj më parë, rreth një vit më parë, vodhi zgjedhjet, dhunoi administratën për zgjedhje, përdori administratën për zgjedhje, përdori dhe ushtrinë për zgjedhje praktikisht, arrestoi njerëz të opozitës, u arratisën liderët e opozitës jashtë vendit, praktikisht simptoma si të Shqipërisë. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një gjë të jashtëzakonshme për popullin venezuelian dhe edhe ata që i sulmojnë e i shajnë nuk bëjnë gjë tjetër veç se më kujtojnë kohën e atyre që shanin Shtetet e Bashkuara pse sulmonin Miloševićin. Autokracitë, diktaturat duhen sulmuar në çdo kohë dhe fal Zotit Shtetet e Bashkuara e bën dhe në Venezuelë. Adriatiku, unë të falenderoj shumë për kohën.